të kryeministrisë, por në fundit nuk di arsyeja përse. Dhe nëse unë kam hezituar të shkoj tek familjarët për të pyetur se çfarë ata presin, se në fundit vetëm kaq mund të pyesësh. Jo, nuk mund të pyesësh kaq Anduena. Çfarë presin? Se okay, presim drejtësime, dhe neve që nuk kemi familjarët e atyre viktimave, edhe unë pres drejtësinë, sepse nesër pas nesër. Ti mendon që familjarët nuk janë manipuluar politikisht? Po dashur, nesër pas nesër, nuk e di kët, do ta diskutoj pak 30 sekonda më vonë, po unë di diçka. Nesër pas nesër, si po vete puna e situatës politike, do detyrohemi edhe ne të dy të dalim në një protest, e cila në fillim niset paqësore, po mund të agravoj rrugës. Tani, unë nuk dua të ha një plumbë atje, ose të ha plumbin qofse të vjen na pushton Serbi dhe Greku, po mos të ha plumbin kundër qeverisë time. Po 21 janari ka shumë të fsheta. Dhe dhe ideja është duhet me i pyet, ore, a kam bukë me hongër në shtëpi, apo e ndihmon njeriu se jesh vrar të 4 familjeve, jesh vrar krye familjare. Por ata njerëz nuk ishin keq ekonomikisht. Pak rëndësi kam ti, më thënë, jetën e një personit familjes, ti nuk e shpaguan dot në botë. As 2 milion, as 50 milion euro. Po ideja është këta fëmijët e këtyre jetimët që ka lënë ky gru shtetja, ky krim shtetëror, quhet si duash ti. Po merr shteti me këta apo bën vetëm fasada? Sepse ne sot, jo më para se 1 orë apo 2 orë, në News 24 ekskluzivisht, kemi parë që Edi Rama ditën vajton për 21 janarin, në darkë na pret Xhared, shokun ton Xhared, bashkë me Ivankën. Bën biznes. Bën biznes, pra e kupton çfarë ndodh këtu. Hajde qajmë së bashku paradite, është bërë politika e Ramës, është bërë si protesta opozitës. Politika e këtyre është hajde qajmë së bashku për një krim që është bërë, po i është faturuar atyre, dhe protestat opozitës na dëgjoni juve, mblidhen juve që të flasim neve. Në fund ditët çfarë bën të dyja e vrin nuj. 15 vjet pa shpresë, 21 janari, 15 vjet opozita e dërmuar. Në fund ditës kush e ka dëmin kolateral më të madh neve, qytetarët? Gjykatat grop, politika grop, ekonomia kësaj dhe grop. Tani ti çfarë pret kur në një vend